إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال صلى الله عليه وسلم تعرضوا لنفحات الله فإن لله في عباده نفحات من رحمته فمن تعرض لنفحات رحمات ربه فلن يعذبه أبدا. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit mëshiruesit, Allahun Zotin e vetëm të vërtetë e falenderojmë, vetëm prej Tij ndihmë dhe falje dhe mëshirë kërkojmë. Allahut I lutemi që s'na ruaj prej skeqjes, e cila nuk është gjë tjetër vetëm se pasojë e veteve dhe e veprave tona, cilin do që Allahu e udhëzon në rrugë të drejtë, nuk ka kush ta humbë dhe devijojë, dhe cili do që humbë dhe devijon nuk mund ta udhëzojë te e drejta dhe e vërteta, askush tjetër përveç Allahut xhallal xhelalu. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka Zot të vërtetë, e Zot që t'jetë Zot e të meritohet si Zot, e të adhurohet si Zot I vërtet përveç Allahut. Ai është një dhe I vetëm pa shok, ai nuk ka bashkëshortë as fëmijë, ai është jashtë mendjeve njerëzore, sido që të imagjinohet nuk mund të imagjinohet, është ndryshe nga çmendjet njerëzore mund ta imagjinojnë. Nuk ka shembull, nuk ka të ngjashëm, dhe asgjë dhe askush nuk krahasohet me të, askujt nuk I ka lënë kompetencat e tij dhe askush s'meriton trajtohet si ai. Dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi alayhi salatu wassalam ishte njeri, rob I Zotit dhe I dërguar I Tij, më I miri që ka ecur mbi sipërfaqen e tokës, më I zgjedhur I Zotit, vula e profecisë në tokë, misioni I Tij përmbledhet në vargun kuranor, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Të sollëm në këtë botë ty o Muhammed sallallahu alaihi wasallam për të qenë mëshirim I mëshirës së Zotit për të gjithë botrat, për të gjithë krijesat. Mirësitë, bekimet, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi të, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata besimtarë dhe besimtare që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Vëllezër dhe motra, njeriu në jetë përballet me mirësitë dhe begatitë e Zotit pafund. Mirë po në disa situacione në jetë dhe momente që mirësitë dhe begatitë e Zotit derdhen njësoj si ai shiu I furishëm, si ajo reja që mbart shi të furishëm në një kohë të thatë, në një kohë që njerëzit janë lutur shumë kohë për shi. E ky sezon që me shpresën e Zotit këtë vit I bie që të jetë me 19, me shpresën e Allahut. Pra si sot një javë, ne do të jemi agjërueshëm inshallahu taala. Nuk është gjë tjetër vetëm se ashtu siç tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, Allahu herë mbas here derdh mbi robët e tij pohizat, flladet e mëshirës së tij. Prandaj tregojeni veten, paraqituni atëherë kur Allahu xhallal xhelaluhu derdh mbi robët e tij pohizat e mëshirës së tij, se kush e tregon veten e tij në pohizat dhe flladet e mëshirës Zotit, nuk ka për ta dënuar Zoti kurrë.
Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e tha këtë për çdo rast, po ky rasti që neve do ta ndrokasim nder është rasti më i veçantë dhe më domethënës në raport me këtë hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Vëllezër dhe motra, ne ndjehemi shumë të privilegjuar se Zoti na udhëzoi. Ne ndjehemi shumë të privilegjuar se Zoti na bëri ummet të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ne ndjehemi shumë të privilegjuar se Zoti i Madh na e ka dhënë përgjigjen për pyetjet esenciale të ekzistencës njeriu. Ne jemi shumë të privilegjuar nga i Madhi Zot se dim pse jetojmë, për çfarë jetojmë, dhe dim se nuk mbaron gjithçka me këtë botë, po vazhdon një rrugtim tjetër dhe do të kemi një ditë kur do të paraqitemi përpara Allahu xhalla xhelaluhu e do të gëzojmë kur të jemi përpara Tij se ne besojmë se Allahu me robin e Tij, me besimtarin, me adhuruesin, është më i mëshirshëm, është më i dashur, është më i dhimbshur se sa nëna me fëmijën e vet, se sa prindi me fëmijën e vet. Për këtë arsye ne nganjëherë jemi mësuar të flasim për vdekjen, për varrin, për kiametin me nota të forta dhe me nota të rrepta, po faktikisht ajo që neve na mban me shpresë të madhe është se ne besojmë se Allahu xhalla xhelaluhu 100 mëshirat e Tij, një ka lënë në jetën e kësaj bote dhe 99 të tjerat i ka rezervuar për besimtarët ditën e kiametit. Wa kana bil mu'minina rahima, me besimtarët Allahu do të jetë shumë mëshirues ditën e kiametit. Vëllezër dhe motra, ne gjithashtu ndjehemi të privilegjuar se tani do të hymë në muajin e Ramazanit. Ndjehemi të privilegjuar se ky muaj i Ramazanit përmendet në Kur'an me emër. Ky muaj përmendet në Kur'an me emër. Muajt e tjerë nuk përmenden me emër. Ndërsa muaji i Ramazanit është përmend në Kur'an. Shahru Ramadana alladhi unzila fihi al-Qur'anu. Muaji i Ramazanit në të cilin është zbritur Kur'ani. Kur'ani ka zbritur në 2 forma mbi profetin sallallahu alaihi wasallam. Ka zbritur një herë i gjithi nga Lauhi Mahfudh në Beitul Izza, pra nga libri bazik, databeza e universit, ka zbritur nga aty në Beitul Izza. Beitul Izza është si qabja në qiellin e parë. Dhe pastaj ka zbritur pjesë mbi profetin sallallahu alaihi wasallam. Vëllezër dhe motra, nuk është rastësi që i Madhi Zot librin e Tij e zbriti pikërisht në Kur'an, e zbriti pikërisht në Ramazan. Gjë që i ka dhënë Ramazanit një atribut që e ka Kur'ani famëlart. Kur flet Allahu për Kur'anin thot, kitabun mubarakun anzalnahu ilejk. Kur'ani është një libër i bekuar dhe i begat nga Allahu. Ta kemi zbritur ty o Muhammed. Pejgamberi alayhi salatu selam thot për muajin e Ramazanit, shahrun mubarakun, muaj i begat, muaj i bekuar, dhe jo i shenjtë siç e përmendin njerëzit apo mediat. Ne ndjehemi mirë dhe ndjehemi privilegjuar se është diçka që është përmendur në Kur'an dhe adhurimi që bëhet në të gjithashtu është përmendur në Kur'an dhe si rrallë herë nga adhurimet e tjera është përmendur dhe objektivi dhe synimi i tij. Allahu xhalla xhelaluhu tha në Kur'an: o ju që keni besuar, pra më drejtohet mu dhe ty dhe të gjithë besimtarve, ju është bërë obligim agjërimi, siç është bërë obligim për popujt përpara jush, në mënyrë që të arrini devotshmërinë. Ky është synimi, ky është objektivi, që njeriu të arrijë nëpërmjet agjërimit devotshmërinë. Sikur po na thot ndryshe,
nuk ka rrugë më të shkurtër dhe nuk ka rrugë më të shpejt dhe nuk ka rrugë më të mirë dhe nuk ka rrugë më të sigurt dhe të suksesshme që njeriu të arrijë devocionin, devotshmërinë, siç është rasti i Ramazanit edhe i agjërimit. Ndjehemi të privilegjuar se në emër të këtij muaji dhe për këtë muaj dhe në emër të këtij adhurimi, Allahu neve na quajti në Kur'an amenu, o ju që keni besuar. Pra ne që i përgjigjemi Allahut duke agjëruar, kemi dëshmuar për veten tonë se jemi besimtar. Ja ayyuhalladhina amenu, o ju që keni besuar, ne po agjërojmë, do më thënë, ne jemi prej besimtarve, elhamdulillah. Ne ndjehemi të privilegjuar se detajet e agjërimit përmenden në Kur'an ndryshe nga adhurimet e tjera. Kur fillon, kur mbyllet dhe cilat janë rregullat dhe si duhet sillet muslimani dhe cilat janë momentet më interesante për agjëruesin dhe për agjërimin, i ka përmend Allahu xhalla xhelalu në Kur'an, dhe kjo nuk ka ndodhur vetëm se me ndonjë dispozit tjetër të Islamit, gjë që nuk kapin gishtat e dorës. Të gjitha gjërat e tjera janë sqaruar nëpërmjet haditheve të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Gjë që tregon se agjërimi, se Ramazani, se ky muaj ka një vlerë më të veçantë tek Allahu xhalla xhelalu se çdo gjë tjetër. Ndjehemi të privilegjuar vëllezër dhe motra se pejgamberi alayhi salatu wassalam na tha në hadithin e bukur, Allahu në këtë muaj ju ka obliguar që të agjëroni. Raporti jon në agjërimin e Ramazanit është raport me Allahun xhalla xhelaluhu, dhe tregojmë nëpërmjet agjërimit se ne kemi dikë përpara cilit mund ta ulim hundën dhe kokën tonë. Kemi dikë të cilin e adhurojmë. Kemi dikë të cilin e madhërojmë. Kemi dikë prej të cilit ne marrim urdhra absolute. Ai është Allahu, Zoti i qiejve dhe tokës. Zoti që ka në dorë gjithçka. Vjen një moment që thot, robi im, nuk do të hash dhe nuk do të pish. Dhe nuk do të bësh marrëdhënie bashkëshortore nga agimi deri në perëndim. Po Zot, po Zoti im, si thosh ti o Zot. Urdhni jot o Zoti im zbatohet dhe nuk diskutohet. Sami'na wa ata'na, ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir. Dëgjuam, u bindëm. Na fal o Zot, se nuk e japim dot hakun. Na fal o Zot, se s'ta japim dot hakun. O Zot, një ditë tek ti do të kthehemi. Na trajto siç je ti, dhe mos na trajto Allah siç jemi ne. O Allah o Zot, na trajto siç je ti, e mos na trajto siç jemi ne. Jemi të privilegjuar sepse pejgamberi alayhi salatu wassalam tha, në këtë muaj hapen dyert e xhenetit, 8 paldyert xhenetit, 8 portat e xhenetit janë të hapura. Kjo është privilegj i madh. Do me thënë, çfarëdo gjëje që të bëjë njeriu në një nga këto titujt e mëdhenj që kanë portat e xhenetit, e ka vënë në xhenet inshallah. E kupton ti që xheneti përmallohet për adhuruesit e Allahut xhalla xhelalu. E përmallimi më i madh dhe malli më i madh dhe dashnia më e madhe që ka xheneti për besimtarët është muaji i Ramazanit, sepse në atë muaj hapen të gjitha dyert e xhenetit. Ndjehemi të privilegjuar se pejgamberi alayhi salatu wassalam tha, wa tughallaqu fihi abwabun niran. Në të mbyllen dyert e xhehenemit. Elhamdulillah. Elhamdulillah.
Vëllezër dhe motra, xhehenemi, Zoti na ruaj për xhehenemit, nuk do që besimtarët përfundojnë të. Edhe xhehenemi ndjehet mirë në Ramazan, se besimtarët kanë fituar shansin dhe mundësinë që mos të preken prej zjarrit xhehenemit në Ramazan. A dini ju se pejgamberi alayhis salam ka thënë në hadithin e njohur, çdo njeri që i lutet Zotit 3 herë, o Zot më jep xhenetin, xheneti lutet për të. E çdo njeri që i lutet Zotit, Zot më ruaj prej xhehenemit, xhehenemi lutet për të që të shpëtojë ky person nga zjarri i xhehenemit. E në muajin e Ramazanit mbyllen dyert e xhehenemit. Pra për besimtarët, për agjëruesit, s'ka xhehenem inshallahu taala. Ndjehemi të privilegjuar se një hadith tjetër pejgamberi alayhis salam tha, tuftahu fihi abwabu as-sama. Në Ramazan, dëgjoje pak këtë mrekullinë e Ramazanit, dhe pse ndjehemi mirë në Ramazan, dhe pse ndjehemi të privilegjuar se jemi adhurues të Zotit nëpërmjet agjërimit të Ramazanit. Në muajin e Ramazanit hapen dyert e qiejve. Allahu Akbar. Hapen dyert e qiejve. Çfarë do të thotë kjo vëllezër dhe motra? Kjo do të thotë se lutjet dhe duat nuk janë si në kohët e tjera. Kjo do të thotë se veprat e mira dhe punët e mira nuk janë si në kohët e tjera. Për këtë arsye dhe ne ndjehemi shumë mirë. Ndjehemi të privilegjuar me Ramazanin, pra na ka privilegjuar Allahu, na ka dhënë Zoti një mirësi të madhe, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, e në këtë muaj është nata e Kadrit, që është më e vlefshme se 1000 muaj, Allahu Akbar. Sikur nata e Kadrit të ishte e fshehur në të gjitha netët e Ramazanit, ja vlente që njeriu të rinte gjithë netët e Ramazanit, zgjuar me lutje dhe me dua, që të arrit 83 vjet për kushtim dhe adhurim. E Zoti më na ka lecuar, ka thonë kënë 10 netëshin e fundit. E na ka tregu se është në Ramazan. Pejgamberi alayhi salatu wassalam tha, muaj i mirësive dhe i begative, kush e privon veten e tij, ai e ka fajin. Muaj i mirësive dhe i begative, kush e privon, kush e mban veten e tij, ai vetë ka fajin, nuk e ka fajin Allahu xhalla xhelalu. Se Zoti po ta jep mundësinë. Zoti po ta jep rastin. E nuk ka rast më të mirë dhe më të bukur se sa rasti i Ramazanit. Ndjehemi të privilegjuar, ndjehemi shumë mirë me Ramazanin, se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë, cili do që agjiron Ramazanin me besimin në Zot dhe duke shpresuar shpërblimin e Zotit, do t'i falen të gjitha gjunat që ka bërë më herët. E si mos ndjehesh mirë? Si mos ndjehesh i lumtur? Ndjehemi të privilegjuar në Ramazan, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, nuk po i përmend arabisht, tha, cili do që i kalon netët e Ramazanit me lutje, me falje, me besimin në Zot dhe duke shpresuar shpërblimin e tij, do t'i falen të gjitha gjunat që ka bërë më herët. Elhamdulillah. Si mos ndjehemi të privilegjuar në Ramazan, ndërkohë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, në çdo natë të Ramazanit, Allahu çliron ose çregjistron ose heq ose fshin emra njerëzish nga listat e zjarrit të xhenemit. Wa dhalike, transmetimi thot, fi kulli lejle, në çdo natë të Ramazanit. Hadithi tjetër thot, fi inde kulli iftar, sa herë që çelet iftari. Hadithi tjetër thot, fi kulli jomin wa lejle. Si mos ndihesh mirë? Si mos ndihesh komod?
Nuk ka mundësi dhe shans më të madh për besimtarin dhe për besimtaren se sa shansi dhe mundësia e Ramazanit. Ndjemi të privilegjuar se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, çdo agjërues ditën e agjërimit, gjatë agjërimit e ka një lutje që Zoti nuk ja kthen kurrë. Allahu Ekber. Ndjemi të privilegjuar dhe mirë se pejgamberi alayhi salatu wasalam tha, agjëruesit në momentin që është duke çel iftarin dhe bën dua dhe lutje, Allahu nuk ja refuzon atë lutje dhe atë dua. Ndjehemi mirë se koha e iftarit është kohë e bekuar, ndjehemi mirë dhe të lumtur dhe të privilegjuar se koha e syfyrit është kohë e bekuar nga Allahu xhalla xhelaluhu. Pejgamberi alayhi salatu wasalam tha, hani syfyr, se syfyri është i bekuar nga Zoti. E nëse dikush prej jush nuk ka oreks, atëherë le të pi ujë, një gotë ujë që të arrijë bekimin e kohës së syfyrit. Lutjet në ato momente janë pa diskutueshme, se i madhi Zot Allahu xhalla xhelalu i drejtohet besimtarëve dhe ju thot, kush ka ndonjë dëshirë t'ja plotsoj, kush ka ndonjë hall që t'ja zgjidh, kush ka ndonjë mëkat që t'ja fal, kush dëshiron dhe dëshiron dhe dëshiron derisa të thirret ezani i sabahut. Ndjehemi të privilegjuar me muajin e Ramazanit, sepse është shansi më i artë për besimtarin dhe për besimtaren që të shpëtoj dhe të lirohet dhe të rehatohet një herë për gjithmonë nga mëkatet dhe gjunahet e tij. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë, kur mos e boft hajrin ai njeri që e zën Ramazani gjallë dhe si falen gjunahet dhe sfiton xhenetin. Kur mos boft hajër? Mos e paft hajrin vetes. Ai njeri që e zën Ramazani gjallë e si falen gjitha gjunahet e nuk e fiton xhenetin, e nuk shpëton prej zjarrit të xhenemit. Jemi në prag të një mirësie të madhe që duhet ta ndjejmë radh pas si privilegj, si një zgjedhje e Allahut për ne dhe si një mirësi dhe bekim i Zotit për ne. O vëllezër dhe motra, me ta dhonë Allahu mundësin që ti t'jetosh në Ramazan, do të thotë se ti je në xhenet më lart se çdo njeri që ka vdek një vit përpara teje, ose çdo njeri që ka vdek pa e zonë Ramazani gjallë. Siç tregohet në hadithin e njohur, hadithin e Abu Talhas radhiyallahu anhu, ku pejgamberi alayhis salam bëri një koment dhe tha, pse çuditeni? A nuk agjëroi një Ramazan më shumë se shoku i tij? Pse çuditeni? A nuk agjëroi një Ramazan më shumë se shoku i tij? Natën e parë të Ramazanit zbresin 2 melek, 2 engjëj në tokë dhe luten duke thënë, ja baghi el khajri, aqbil, ja baghi el sherri, aksir. 2 melek zbresin natën e parë të Ramazanit, që për këtë vit i bie 18-a, se nata është para ditës. Pra ne me 18 do të çohemi për të hëngur syfyrin dhe me 19 do të jemi agjërueshëm. Natën e parë të Ramazanit zbresin 2 melek në tokë dhe luten duke thënë, o njeri ti që do të bësh mirë, është koha, garo. O ti njeri që do të bësh keq, hiq dorë nga e keqja. Është fushat, është moment, është rast, është sezon, është bekim. Këtu me të vërtet, ai që ka mend, garon. Këtu me të vërtet, ai që e di se ç'do të thotë fjala e pejgamberit alayhi salatu wassalam kur tha, agjëruesi tha, ka 2 gëzime. Një gëzim në këtë botë kur çel iftarin, ama gëzimi tjetër në botën tjetër do të jetë kur do të takojë Allahun xhalla xhelaluhu. O vëllezër dhe motra, nuk është tonë kjo për sadekan, nuk është tonë kjo për namazin, nuk është tonë kjo për asnjë adhurim tjetër, është tonë vetëm për agjërimin. Agjëruesi ka 2 gëzime të mëdha, momentin që çel iftarin dhe momentin kur do të takojë Allahun xhalla xhelaluhu.
A e kupton se Allahu xhalla xhelalu agjëruesit do t'i trajtojë në një mënyrë krejt ndryshe nga njerëzit e tjerë? Si mos ndjehemi mirë ne, që një derë e xhenetit na kushtohet neve si agjërues. Në xhenet ka një derë që e ka emrin Rejan. Rejan, do me thënë, shujtja e etjes dhe urisë. Në të do të futen vetëm agjëruesit. E nëse mbarojnë agjëruesit, mbyllet ajo derë dhe nuk hapet më përjetësisht. Vetëm agjëruesit. Subhanallah. Çfarë mirësie dhe privilegjit madh na ka dhënë Allahu xhalla xhelaluhu. Çfarë zgjedhje na ka bë Allahu xhalla xhelaluhu. Çfarë bekimi të madh na jep Allahu xhalla xhelaluhu në këtë mirësi që e ka emrin Shahru Ramadan, muaji i Ramazanit, muaji i agjërimit. Për këtë arsye, këtë muaj duhet ta presim me dua dhe me lutje. Si? Ti lutemi Zotit na zej gjallë, na e mundsoj. Se me të vërtet, po dëgjojmë gjëra të bukura dhe të mrekullueshme për Ramazanin, po s'dihet se kë e zën Ramazani gjallë dhe kë nuk e zën Ramazani gjallë. E dyta gjë, ta presim Ramazanin me qëllim të lartë, me një niyet të madh shumë. Çfarë do të thotë kjo vëllezër? Do më thënë, do të agjëroj Ramazanin se mbi të gjitha dhe para së gjithash dua të kënaq Allahun, Zotin tim. Po u kënaq ai prej nesh. Mbaroj historia vëllezër dhe motra. Do të agjëroj Ramazanin me niyetin për të kënaqur Allahun, Zotin tim. As shneti, as që të na heci marr, jo pse kështu bëjnë edhe të tjerët, jo. Do agjëroj Ramazanin me niyetin se do të kënaq Allahun, Zotin tim. Do agjëroj Ramazanin se du të fitoj xhenetin. Do agjëroj Ramazanin se du të shpëtoj nga zjarri i xhenemit. Do agjëroj Ramazanin se dua që të më falen të gjitha gjunat që kam bërë. Do të agjëroj Ramazanin që të përmirësohem dhe të marr diplomën e Ramazanit. Thoshin, Ramazani është një universitet që të pajis me diplomën e devotshmërisë. Le të jenë këto 5 niyetet apo qëllimet tona me agjërimin e Ramazanit. Ta presim Ramazanin me boshatisje, me heqje dorë nga ca gjona që na kanë marrë peng. Mos presim ditën e parë të Ramazanit. Të fillojmë edhe këto ditë. Ta presim Ramazanin duke hedhë poshtë mëkatet dhe gjunahet tona, që do të thotë duke u penduar dhe duke i kërkuar falje Zotit, që të jemi më të aktiv, të jemi më të fuqishëm në Ramazan, mos të kemi rëndesa në kurriz, gjunahesh dhe mëkatesh. Ta presim muajin e Ramazanit duke i dhënë besën Allahut, që o Allahu Zoti ynë, në Ramazan do të jemi më të mirë se çdo herë tjetër. E ky Ramazan do të jetë Ramazani i ndryshimit të jetës tonë. Me këto gjëra ta presim muajin e Ramazanit që të përfitojmë prej tij, që ta ndjejmë dhe të jetë Ramazani një arsye më shumë për të qenë afër Zotit dhe një arsye më shumë për të qenë përkushtuar ndaj tij dhe për të qenë në rregull dhe të përkushtuar dhe të drejtë me njerëzit, me krijesat e Zotit, me çdo kënd që ka të bëjë me ne apo kemi të bëjmë me të. Vëllezër dhe motra, agjërimi i Ramazanit është një nga adhurimet më të veçanta që njeriu i kushton Zotit, krijuesit të tij.
Sepse njeriu në Ramazan ndryshon mënyrën e të jetuarit, sistemin e të jetuarit. Për këtë arsye quhet adhurimi sekret. Në Ramazan o vëllezër, o je agjërueshëm o nuk je agjërueshëm. Nuk ka alternativë të mesme. Nuk ka tre gjendje në agjërim. Njeriu në Ramazan ose agjëron ose nuk agjëron. Për këtë arsye tha Allahu, Zoti i gjithësisë, çdo punë që e bën njeriu e bën për vete. Çdo punë, pra çdo vepër të mirë që bën njeriu e bën për vete, pra me kuptimin dihet se si e ka shpërblimin. Illa saum, përveç agjërimit. Fa innahu li, agjërimi është sekreti im. Dhe unë di si shpërblej për agjërimin. Janë dy vepra që Zoti nuk ka tregu se si shpërblehen, vëllezër dhe motra. Dorimi nuk e ka tregu Zoti se si e ka shpërblimin, dhe agjërimin nuk e ka treguar Allahu se si e ka shpërblimin. A di pse se ka tregu? Thonë se po ta tregojte, njerëzit do ta agjëroshin gjithë vitin, nuk do të shifshe njëri që nuk agjëron. E Allahu e ka fsheh që njerëzit mos të mundohen. Prap edhe këtu Allahu na don fort. Prap edhe këtu Allahu na mëshiron. Subhanallah. Subhanallah. E ke parasysh atë aromën e keqe që del nga goja e xhirusit? Që është e rëndë. Pejgamberi alayhis salatu wassalam tha, Allahu ka thonë, sa ajo aroma e keqe, e rëndë, që del nga goja e agjërusit, ka më shumë vlerë te Allahu se parfumi më i mirë që mund të jetë i prodhuar në këtë botë, në dynja. Subhanallah. Ti në këtë lloj gjendje dhe në këtë lloj situate je në adhurim të vazhdueshëm. Për këtë arsye o vëllezër ka këtë vlerë agjërimi i Ramazanit. Namazi sa zgjat o vëllezër? Disa minuta. Xhumaja sa zgjat? Ajt për hatër po themi kur është në orë si puna ime që e çoj gjatë 1 orë. Haxhi sa zgjat? 3-4 ditë, ekstremi 5 ditë. Zekati sa zgjat? I gjysore. Është i vetmi adhurim që zgjat 1 muaj. Dhe jo 1 muaj me copza, 1 muaj me ditë të plot adhurimi. Jo vetëm dita, po edhe nata e mbushur me adhurim. E jo më pastaj 10 netëshi i funit që kërcasin lutjet e duat e përkushtimi e lotët si zbova kina herë në asnjë kohë të vitit. Për këtë arsye ka një vlerë dhe pozit të veçantë gjë që se ka asgjë tjetër dhe s'ka asohet me asgjë tjetër. Puna e adhurimeve në Islam, vëllezër dhe motra, është si puna e ushqimeve për jetën. E ke parasysh çdo gjë në këtë botë ka shijen e vet. Dhe kështu Allahu xhel xhelalu ka sjell për ne adhurime të ndryshme në mënyrë që shpirti të gjej veten e tij aty ku e gjen më shumë. Ka njerëz që janë shumë dhonë mas namazit, aty shpirti ka gjetë momentin që më së miri ushqehet. Disa të tjerë janë dhënë mas agjërimit, se aty shpirti i tyre e ka gjetë momentin më të mirë ku mund të ushqehet, disa të tjerë ke sadakaja, disa të tjerë ke leximi i Kuranit, disa të tjerë tek e kështu me radhë. Ramazani është më i veçantë, pse? Se zgjat më shumë, ka kohën më të gjatë dhe ka ditët më të mëdha. Vetëm një problem ka Ramazani, vëllezër dhe motra. E më mirë t'ua them para se me fillu.
Problemi vetëm që ka muaji Ramazanit është se është ditë të përcaktuara. Që do të thotë vëllezër dhe motra, Ramazani është një grumbull ditësh që ecin njëna mas tjetrës. Lumë për atë njeri që e fillon mirë, seriozisht, mban ritmin e përfundon me sukses. Ai ka fituar shumë. Dhe jeta e tij do të jetë e bekuar. E do të jetë i lumturuar si në këtë botë edhe në botën tjetër. Allahu na mundsoft këtë Ramazan dhe Ramazane të tjera. Allahu na mundsoft që t'i japim hakun këtij Ramazani. Allahu bof këtë Ramazan që ne të ndryshojmë dhe të reflektojmë dhe të jemi më afër Zotit nëpërmjet tij. Allahu bof këtë Ramazan që ne mas këtij Ramazani ta shohim veten tonë shumë më të mirë se sa para këtij Ramazani. Vëllezër dhe motra, është mirë që kur shifet hona e Ramazanit të bëhet një dua, të bëhet një lutje. Kush e shef për herë të parë, lutet dhe thot: Allahumma ahillahu alejna bil yumni wal iman wal amanati wal islam. Rabbi wa rabbukillah. O Allah o Zot, bëje këtë muaj të begat dhe arsye që të na shtohet besimi dhe siguria. O Allah o Zot, na jep në të mirësi dhe begati dhe na e forcon në këtë muaj islamin ton. O i hën, Zoti yt dhe Zoti im është Allahu. Pra ne adhurojmë Allahun dhe nuk adhurojmë hënën. Alhamdulillah. Hëna nuk është gjë tjetër, vetëm se sinjal kur fillon dhe kur mbaron muaji. Vëllezër dhe motra, duke qenë se dita e parë e Ramazanit i bjerë tjetër data 19, kini parasysh se teravit fillon një natë përpara. Dhe duke filluar nga dita e para agjërimit, pra nga 19 e mbrapa, ezani i Yacis do të jetë 2 orë mbas ezanit të akşamit. Ezani i Yacis do të jetë 2 orë mbas ezanit të akşamit, ndërsa në ditën e parë do të jetë normal, pasi nuk është ditë agjërimi dhe pastaj inshallah taala në Bajram, pra në Bajram shkon kalendari siç ka qenë. Tjetra, të bëhet njeti qysh natën e parë. Njeti, çfarë do të thonë? Pra vetëdia e njeriut që këtë muaj do të agjëroj të plot, qysh natën e parë të Ramazanit. Pejgamberi alayhis salam ka thënë, spranohet agjërimi nëse njeriu nuk është i vetëdijshëm qysh në natën e Ramazanit. Pra ti do të jesh i vetëdijshëm që këtë muaj do ta kalosh agjërueshëm qysh natën e parë të Ramazanit. E treta, mos u hutoni nga cicërimat e disa njerëzve, mushkonjave, thoshte Xhafadili ke xhura, thoshte mushkonjat. Bila i thoshte mickat. Jo po ka fillu, jo po s'ka fillu, jo po është parë, jo po s'është parë. Ecni ditën që agjërojnë muslimanët, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Agjërimi fillon ditën që e fillojnë muslimanët dhe Bajrami është ditën që e bëjnë muslimanët. Edhe diçka tjetër, fillon agjërimi, pra syfyri, me thirrjen e ezanit të sabahut dhe mbyllet agjërimi, pra çelet, me ezanin e akşamit. Vëllezër, është kohë e limituar ta ndjejmë përpara se të futemi dhe t'i japim hakun kur të futemi, e mos harrojmë atë që unë nisa sot hutbën e kësaj xumaje kur thash muaji i Ramazanit në të cilin zbriti Kurani. Përkushtojeni Kur'anit në këtë muaj, sepse është muaji i Kur'anit. Zoti e bëf të muaj të begat për ne, për popullin ton dhe për ummetin e Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam.